Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka reaguar në një konferencë për mediat lidhur me letrën të cilën ish-deputeti demokrat Ervin Saliani u ka dërguar drejtuesve të Partisë Popullore Europiane, si dhe liderëve të partive të djathta europiane, ku ngrihen akuza për mungesë demokracie brenda Partisë Demokratike. Berisha deklaroi se Saliani është i vetë përjashtuar nga Partia Demokratike dhe se çdo letër e tij drejtuar institucioneve ndërkombëtare nuk ka asnjë peshë politike për drejtimin aktual të Selisë Blu. Ai që shkruan letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti, por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruaj letra ku të dojë, është i lirë, sikundër është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithëse ai u vetë përjashtuar, zgjodhi vetë përjashtimin. Në vijim të deklaratës së tij, kreu i PD-s hodhi akuza të drejtpërdrejta ndaj Salianit dhe pretendoi se letra e dërguar drejt PPS është hartuar nga kundërshtarët politik të Partisë Demokratike. Letrat e shkruar nga zyra e Edi Ramës apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Secili mund shkruaj letra. Reagimi i Berishës vjen pasi Saliani i u drejtua me një letër presidentit të Partisë Popullore Europiane, Manfred Weber, si dhe liderëve të Qendrës së Djathtë Europiane, mes tyre edhe kancelari gjerman Friedrich Merz dhe kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis. Në letër Saliani shpreh shqetësimin për zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike. Saliani ka përmendur bllokimin e garës për kryetar më 23 maj, mos respektimin e statutit, përjashtimet arbitrare të antarëve dhe kandidatëve, si dhe mungesën e transparencës dhe të standardeve demokratike brenda partisë.